Njihuni me princ Loris Kastriota Skanderbeg, stërnipin e Skënderbeut. Princ Loris Kastriota Skanderbeg, përmes një lidhje Skype nga Italia, tregoi lidhjen e tij të gjakut me heroin ton kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeun. Kush e njeh historinë e Skënderbeut e di që kur vdiq i biri i Gjon dhe Donika kanë ardhur në Itali, në Puglia, dhe që atëherë familja ime jeton në qarkun e Puljas. Këtu është edhe toka ku mbreti i Napolit i adhuroi familjes. Si çdo familje e madhe që u transferua në Itali, kanë qenë gjithnjë të respektuara nga Italia dhe gjithashtu janë pranuar në familjet e mëdha italiane, tregoi ai ndërsa u transmetua edhe pema familjare. Loris tregoi se për herë të parë ka vizituar Shqipërinë në vitin 2012 dhe prej asaj kohe vjen të paktën 2 herë në vit. I pyetur nëse bën jetë luksoze, Loris tregoi se ka kontakte me njerëz të shtresave të larta, por bën një jetë më se normale. Ai po ashtu foli edhe për 2 djemt e tij, duke u shprehur dëshirën që të ruaj kulturën dhe rrënjët shqiptare.